Përshëndetje të nderuar miq, jemi kështu bashkë në emisionin Katror. Ju tashmë e dini është koha për musafirin tonë në studio. Sot kemi vendosur të flasim një temë të ndihshme ose të dëshirueshme për të gjithë neve, është Bashkimi Kombëtar, kurse me mua në studio është veprimtari i madh i kësaj çështje, zotriu i cili ka shkruar librin e tij të parë me emrin Shqipëria në mes të dy zjarreve. Me mua sot është Sabrina Vasella. Mirë se erdhët zoti. Mirë se gjeta. Magjuni. Jemi këtu së bashku që të diskutojmë temën Bashkimi Kombëtar. Pse s'ka ndodhur deri sot? Pse kemi prit kaq gjatë dhe pse tash janë asaru aq shumë fjalët edhe në përgjithësi kjo temë? Tash sa i përket kësaj Bashkimi Kombëtar është keq përdorur deri në maksimum. Të gjitha organizatat që kanë vepruar gjithmonë që nga themelimi i shtetit i Shqipërisë londineze, asnjë organizatë nuk ka luftuar, nuk ka pas emën apo nuk ka pas statut apo program për Bashkim Kombëtar. Të gjitha kanë pas për çlirim dhe Bashkim Kombëtar. Pra, lufta u bë për çlirim dhe bashkim. Pasi që ne nuk kemi ndasë një gjatë historisë. Ne kush të ka ndodhur të ndahemi gjatë historisë. Ne jemi pushtuar. Ta marr për shembull nga lufta ballkanike, nga viti 1912. Stau grekët u vërsolën, siç dihet historikisht, shqiptarët u ngritën, Hasan Prishtina organizoi kuvend taksimit, organizoi lufta shërimtare, Hasan Prishtina me plot sukses e shliroi vilajetin e Kosovës, vilajeti i Kosovës me 32.000 kilometra u qërua edhe kryesqyteti i vilajetit Kosovës Shkupi. Pra, aty dendëm problemet, dunën thymjet. Ishte krahu i stau grekëve që ishte agjentuar në kuadrin e kryenditive shqiptare. Si në kuvend taksimit, si me rast e shlimit Shkupit. Pra, lufta nuk ka qenë asnjëherë, nuk janë nda shqiptarët, po luftojnë mu bashkuar. Shqiptarët i kanë shlirua ato territorit që kanë arritë të shlirojnë nga stau grekët ortodoks. Kjo është e vërteta. Pastaj, edhe ato thonjet, se me marrëveshjen e Shën Stefanit, mes Rusisë, Parsavise, edhe shtetit Osman, marrëveshja majt në Shën Stefan në vitin 1878, faktikisht me atë marrëveshje perandoria Osmane mori fund. Ajo qëndronte vetëm si hije mbi dhe. Territoret shqiptare komplet u pushtuan nga Rusia Parsavise, apo si që quhen edhe Atifishta i Madh dhe kryeshët e Rusisë Parsavise sa o grekët. Pra, me luftat ballkanike, territoret shqiptare pushtuan. Shqiptarët vazhdimisht luftuan me ushqirua. Situata ndodhi siç ndodhi, me tradhitën e mëdha që ndodhen vetë nga shqiptarët, si kryeshtë stavorësve e grekëve. Në vitin mas shtërimit të Shkupit, shtërimit vilajetit Kosovës dhe shtërimit të Shkupit, me 12 gosht të vitit 1912, u vërsolën stau grekët, është e lufta aleanca ballkanike dhe territorit shqiptar komplet i pushtuan. U derë gjak, vrite shqiptar si baktia. Ushtria serbe mriti në Durrës. Ushtria greke mriti në Vlorë. Shkodra ju dorëzua Malizi, Kralnikodhës. Pra, territorit shqiptarëve si morën fund. Shqiptarët vriteshin, priteshin, masakroheshin, zhdukeshin, deportoheshin. Por, aty ishte rifati popullit shqiptar. Por ndeshja e superfuqive, botës katolike protestane, me botën ruso-parsavise ortodokse, kjo ndodhi çka shumë e madhe për ne, lindi dielli. Perandori i Austro-Hungarisë, Franz Josef, i çoi ultimatum Serbisë. Nëse nuk Serbisë dhe Malizi, nëse nuk tërhiqeni për 8 orë nga Durrësi edhe nga Shkodra, me bombardu Beogradin. Ata ultimatumin e morën shumë seriozisht edhe faktisht u tërheqën. Ajo tërheqje tash do të gjithmonë në betejë, luftë. Për sa pa arrin. Pra, me tërhiqjen
e Serbisë edhe Malit Zi për aqë autorheqën, ajo ndodhe me konferencën e Londrës. Në konferencën e Londrës. Pse flitet që neve faktikisht na kanë dëmtuar dhe na kanë marrë, na kanë përçanë në Londër. A është e vërtet kjo? Jo, kjo është gënjeshtër historike. Se historianët fatkeqësisht, një pjesë të historianëve ndere respekt ndaj linjës kombëtare. Një pjesë të historianëve kanë atë linjës prosa-greko-ortodokse, të cilët e përkthyen dhe adaptuan historinë në gjuhën shqipe. Kjo është gënjeshtër. E tham, Kongresi i Berlinit shpëtoi as sa mujti me shpëtue nga kthjetrat ruso-panslaviste, pas që në kuadrin e perandorisë osmane, derisa ishin shqiptarët, territoret shqiptare përbashkën prej 250.000 km². Tani, Kongresi i Berlinit arriti të shpëtoi nga kthjetrat e ruso-panslavistëve dhe kryqëve të tyre, sa o grekëve, 92.000 km, nga të cilat dolen katër vilajetet e njohura. Pra, e njëjta gjë shumë e ngjashme ndodhi edhe me konferencën e Londrës. Tani me konferenca e Londrës ndodhi kur faktikisht territori shqiptar ishin komplet pushtuar me sa o grekëve. Pas tyre qëndronte të Rusia panslaviste, një gjashtë e botës që të merronte Evropën. Pra, edhe në konferencën e Londrës u shpëtu asa u arrit të shpëtohet. Pse? Nuk shonte Rusia panslaviste, ishte superfuqi e botës, që është edhe sot. Pra, këto janë gënjeshtra historike, se Evropa në ka tratuar në Kongresin e Berlinit, Evropa në ka tratuar në konferencën e Londrës. Absolutisht është e vërtet. Evropa katolike, protestane, përse vazhdimisht në Kongresin e Berlinit në ka shpëtu as sa ka mujt me na shpëtu. Në konferencën e Londrës në ka shpëtu as sa ka mujt me na shpëtu. Pra, territoret shqiptare me marrëveshjen e konferencës së Londrës, siç dihet historikisht, shpëtuan 28.800 km². Pra, u shliruan 28.800 km² Shqipëria londineze, që njihet si Shqipëria londineze. Territoret tjera mbetën të pushtuara nga sa o grekët. Tani, ajo parolla sot që shohet është shumë naive, po ka dhe sherr. Bashkimi kombëtar. Jo, ne i kemi territoret të shliruara, me konferencën e Londrës u arrit 28.000 km², me intervenimin, me luftën heroike të Adem Jasharit e lufta shqiptare, me intervenimin e botës katolike protestante, pra euroamerikane, NATO-s, u shlirua dhe një territor me 10.000 km². Pra, na e kemi dy territore të shliruara me qanë Tiranë dhe me qanë Prishtinë, kurse territore tjera i kena të pushtuara nga sta o grekët. A është e vërtet që Shqipëria nuk është e gatshme momentalisht, kështu flitet edhe Nicholas Hill e ka dhënë një farë mendimi që Shqipëria nuk është e gatshme për bashkimin kombëtar. Këto janë shakara. Kush e vet Shqipërinë është e gatshme, as është e gatshme me bashkuar. Kush e vet Kosovën është e gatshme, as është e gatshme me bashkuar. Nëse janë krijuar kushtet se na mund të thomi ndonjë agent, ndonjë avanturier, ndonjë budallar, se nuk ka shqiptar që nuk e don shtetin shqiptar mbrana kufive të vet kombëtar. Unë librin e dytë, le përmend diçka, unë librin e dytë e kam titulluar Drejt shtetit shqiptar në kufit kombëtar. Pra, populli shqiptar ka qenë edhe është drejt shtetit shqiptar në kufit kombëtar. Sa kemi arrit, aq kemi arrit, me vështirësi të jashtëzakonshme. Pra, ne jemi tani në një fazë kur kemi dhe jure kemi dy shtete, me qendër në Tiranë dhe me qendër në Kosovë. Situatat jo na imponun, po nuk mund me po ndryshe. Se perandori Franz Josef Pikthien Amrapën, ai kërkonte një Shqipëri sa më të madhe, sa më të fuqishme, kërkonte territor, shkoi edhe as lart. I kërkonte territoret shqiptare në kohën e perandorisë osmane para marrëveshjes së Shënsefanë. Pra kërkonte një Shqipëri me 250.000 km², po të ndodh do gjëra ndodh ashtu si mund ndodh, ashtu si mund më bëj. Pra, ne def jure e kemi dy shtete, me qendrën Tiranë, me qendrën Kosovë. Ne de facto e kemi një shtet. Që nga Konispoli deri në Merdar, që nga Adriatiku e deri edhe i bardh në luginë e Preshevës. Kjo është e vërteta. Tani, sa i përket parullave, sloganeve për bashkimin kombëtar, na këtu kemi dy përcaktime. Kemi dy linje. Është një linje që lufton për bashkim kombëtar. Edhe na jemi një linjë tjetër që punojnë për bashkim kombëtar. Ata që luftojnë për bashkim kombëtar, ata janë avanturier, në mesin e tyre ka ata agjenta sa o greke.
Nuk po thëmë tasin. Se të sot, Amerika po thot, Evropa po thot, ata që na shpëtun, pa cilët nuk mundë me egzistuar. Se si që thot profeti shqiptarizmes, as i popull i vogël në botë, pa pas një fuqit madhe mrapa, jo me bo shtet, nuk ka mund të mbjetu. Pra, edhe ne si popull shqiptar, duhet me kënë vetishëm. Se ne, nga superfuqia botnore, Rusia panslaviste, dhe pëjquj, pak me cinizm, me klysht e saj në Balkan, ne nuk mund i përbaduhe. Për te jemi të vetishëm. Për këta arsye, edhe këte për të prap, po thirën të madhin atë fishta, se atë fishtën shqiptarët e njofin, ata që e shajnë gjën veglet, por ata që e duan, atë fishtën, për te flasin, e duan si poeti, si Homeri shqiptar, po në thelbin e filozofisë atë fishtës, nuk e në thërru. Atë fishtë është filozof kombëtar, është ideolog kombëtar, është vizionar. Tani, edhe këtu ja përgjegja fishta, do për me egzistua populli shqiptar, për me egzistu kombi shqiptar, i duhet një shtet i fuqishëm, i qytet nëmë, që e ka interesin e ti me në mbrojt dhe me në majt në kombë. Pse nuk jemi në gjendje me vendos, nëse kjo është të nga përcjell historikisht e njëjta gjanë, populli shqiptar dënë me qenë bashkë, por nuk mundet me qenë bashkë. Pse? A njemi qaq populli vogël, a qka po ndodhë? Shiftash, e po, pse jemi populli vogël? Pse nuk kem, pse raporti forcave është i tillë, raporti i forcave i popullit shqiptar, në krahazim me raportin e forcave stao-greko-ortodokse, Beograd, Atin, Moskë, nuk lejon as një kusht. Pra, shqiptarët kanë qenë të detyruar dhe janë të detyruar të mbështeten një superfuqie botnore e cila shef rrezik nga stao-grekët që nga mesjeta. Unë për shkak me kompotuar kohën e fundit një libër. Për tash botuar edhe një libër për atë libër. E kishte botuar një historian i ri, e keni shpejt të keni dorë. Kartopia Hasan Prishtina Adem Jashari. Pra, ishte një kohë si sot. Tani, principatat ortodokse ishin të lidhën me slav, me grek ortodoks, pasi që shqiptarët në mesjet nuk ishin kish autoqefale. Edhe sot faktikisht nuk kanë. Pra, ortodokset ishin të lidhën me ortodokset, me kishën ortodokse serbe. Ishin të lidhën me kishën ortodokse budvare, me qendër Nohër, Serbia me qendër Kosovë. Greko-Bizantine me qendër Konstantinopol. Pra, që mos të kthehemi të kalumës, se kena folje përpara dhe mund të folim. Tani, gjatë shekujve kjo ka ndodhur, gjatë shekujve po përsëritet dhe prapërsëritet. Nëse nuk del një elitë e kombit shqiptar më u lidh me shpëtimtarët e popullit shqiptar, më u lidh me ata që faktisht më u lidh me ata me ato superfuqi botnore që e kanë interesin e tyne me mbrojtje shqiptar nga stao-greka ortodoksët. Pasi në të gjithë e tim, kjo është diçka që nuk është e re, se projektet stao-greko ortodokse kanë qenë me dëpërtu me dhe, ku shka me dheun i dominon 3 kontinentet, me rinjallë për andorin stao-greko-bizantine, e kanë dhe program, e Vasilien ka të atje, e kanë program, me vu kërë qytetin në Konstantinopol, në Stamboll në sotme, dhe kërë patrikun e fesë ortodokse me shpadë për fasus të zotin bito. Këto e projekte. Këto projekte vazhdimisht kanë punun. E ta, të i pas të gjitha këto realitete parasysh, shqiptar duhet me kënë të meqëm, duhet me kënë. Edhe gjatë shekujve, gjithmonë e kemi pas një linjë të ideologëve të meqëm, ditën, edhe një linjë e kena pas avanturjerësh, si që kemi sot. Entuziasta. Jo për entuziasta, po janë tepër të rrezikshëm. Se sot më drejtue Evropës, më drejtue Amerikës, më drejtue NATO-s, që që drejtohet Albin Kurti, po kjo të merë është, dhe që se vukush, po kjo të merë. Gjithsesi kjo ideja e të qenurit ose të kombit kosovar, a pengon bashkimin kombëtar si ide? Mas pare bashkimin kombëtar dhe që duhet ta hekum nga goja. Bashkim kombëtar nuk ka, se si më nda kur për më bashkuar. Lufta bëhet, më përgatit për momentin e duhen, me ndihmën e aleatëve tonë, më çlirohet territoret e pushtuara nga stao-grekët dhe me pas shtetin tonë shqiptar në kufit kombëtar. Sa e tash, vazhdimisht ka punuar edhe këto, për te kanë libër shkruar.
konspiracioni anti-shqiptar o grek. Ka dhënë sharimet në lidhje me këtë punë. Krijimi I dy kombeve, krijimi shumë ndasive, kjo është lojë e konspiracionit anti-shqiptar. Nuk e besoj sepse na I kemi tri fe, kemi pas gjithmonë ndasi, por gjithmonë kemi qenë... Tani sa përket feve, të shqiptarët normalisht, nuk ka fationi që kemi tri fe, apo që kemi pas 12 fise, apo që kemi 12 tarigje. Këto e fatkesi, po është realitet. Edhe këtu qashtë është të ndryshëm. Unë para sa kohësh kom pas rast të ndëgjoj në një televizion, kishte qenë Prishtinë, edhe ishte bujnë të bimi madhë, e kështë prit kryetarën e fesë islame të Bosës, Dr. Ceric. E dha një spjegim jashtëzakonisht interesant. Tu e ndëgju atë spjegim tina që tregonte për popullin bosnjak, më rrite e më shtohet që gjithmonë kam pas respekti e dashuria ndaj rilindatve tonë. Se tash merë me thot, ai e spjegon. Thot bosnjakët humbën. Për arsye se identitetin bosnjak nuk e ngritën në baza kombëtare bosnjake, por e ngritën në baza fetare. Bosnjakët ortodoks u bon serbë, bosnjakët katolik u bon kroatët, bosnjakët musliman metën zitën as vet, jo turq, jo musliman. Tani, këtu është genialiteti I prisave tonë të rilindjes. Rilindjes tonë na shumë aty ne do të më përujt, për kishte edhe atë fishta mesin e tyre. Se ata nuk e ngritin identitetin e baza fetare, jo feja me mirë katolike, jo feja me mirë muslimane, jo ortodoksën. Ata identitetin kombëtar e ngritin në baza kombëtare. Mu, tash për shembull, nëse marrim Skënderbeun. Skënderbeu si ka qenë, çu ka qenë e di historia. Por Skënderbeu më tepër I ka shërbyer rilindjes kombëtare se vetë asaj kohe. Se në atë kohë luftonte për pamundshmën, kurse genialiteti I rilindjeve tonë figurën e personalitetin e Skënderbeut e shfrytëzoi në mënyrë të shkëlqyeshme, pse boni unitetin e kombit. Të në dulen. Dulen prisa tonë. Falën, për shembull, prapë thirrën profetin e shqiptarizmit. Të vërtet kemi bajram e pashk, por shqiptarinë e kemi bashkë. Pra që jo musliman bojnë kështu, musliman bojnë, prapa genialiteti tina del. Edhe unë frati e thonë të vërtetën. Për një musliman e bëj flijetën, virëm në litarë, barëm në vrangojnë, por shqiptarin nga dore, nuk e të shaj. Këtu ishte madhësia e rilindasve tonë, që ata kriju një unitet shpirtënor edhe e ungrit identiteti jo në baza fetare, për në baza kombëtare. Sot po bërihen disa hile, por nuk kanë fuqi me të përtu, se maj madhë është atë fishta, edhe krahu I tina, që ka qenë atë kohë, se të gjitha këto padavra tjera. Kështu që, saj përket, kombit kosovar, këto nëse bojnë pa dije, pa vedije, një shokimi, mikijemi, një përhershëm, në gjmes Pahiju, apo një Halil Matoshi, e disa tjerë. Keni kundërshtime edhe me Halil Matoshi, njëkohësisht keni edhe me Albin Kurtin, me vetvendosjen, kurse ata në veti prapë kanë kundërshtime. Jo, shif, që është atjetër është. Gjë kongë ka melodinë e vetë. Kjo është pak më ndryshe. Tani, sa I përket kërkesës më u kriju e dy kombe, kjo thotë, shqiptar, harroni armisht e ju shqekullor, mytu me zveti. Këtu është defekti. Ta që ndodhe për shemën? Tani, në thëmë edhe partit. Perandëri Osmanin ishte kalifat. Perandëri Osmanin nuk ishte Turqi. Në perandërin Osmanin inkuadruan të gjithë ata popull që e pranun në shtetë. Tani, luftën kryesore e bënin gjatë Turqit Seljuk në fillimin e krimit të perandërisë Osmanin. Grushat vendimtar perandërisë Osmanin e dhanë Turqit gjatë Turqit. Turqëri kanë tonë vetit. Më ua thëmë kështu, ta po ka dojnë një rasti që duhet ta dinë, për si argument që ku e kemi profesor Rashid Krasniqin, e ka pas mësues nga klasa Makamburgos, ku e kanë burgos një organizat të NDSH në vitin 1957-8. Ta që ndodhë. A I ka pas babën hoqë imam Gjamis në Gjamin e Lapit. Gjyshin e ka pas hoqë imam në Gjamin e Lapit.
që ku është gjallë, s'ka vdekë ende, është i moqëm, jo që rënë shumë mirë. Tash, baba i tina ishte imam, hoqë, Molla Ali Rusha. Gjyshi i tina ishte Molla Rusha. Edhe në para vitit 1908, ishte, edhe shkojnë disa djema të ri, kishte lindë ajo e vizja e Gjon Turqve. I shkojnë gjami, thonë edhe njëherë me dhonë vajzin, edhe desin, në gjuhën Shqipe, kina me dhra. Pra, namazi boj në gjuhën e Kuranit, kurse vajzi edhe desi. Pra, predikimi edhe shkolla fetare që bojnë gjami, nëse e japë në gjuhën Shqipe, keme dhra. A i ngritet nga Prishtina, shkon në Sambol, shkon në Sarajt e Sultan Hamidit, e pret. Nëse në ndigjon asha njësa, edhe kështë e mirë me thjerë këtë rast, këtë rashit Krasinqin, që shumë i zgjutë është, me dhe këtë pjorë. Edhe i thotë, kështu, po më vinë do tri, po më kërstojnë me jetë, me vrapë, se nuk do me përdorë fjallën gjuhën Shqipe në ders edhe në vajzë, po në predikim edhe në shkolla fetare që bojnë në gjami. Sultan Hamidi thotë, e jep një citat nga hadishte e Muhamedit. Thotë, është urdhën që predikimi edhe shkolla me kjenë në gjuhën ati popujt a gjuhë që e folë. Që kështë e faktori që këta 500 vjetë në kohën dhe Perandri Osman, ne nuk e humbën gjuhën tonë, nuk e humbën tradita tona, nuk e humbën plisin tonë. Ta shka ndodhe? Pra, ardhja e Gjon Turqve, ta ishin nacisa turq, të që sot që ka bojnë, për pjesë du me ka du njëra shumë interesant. Në kena pa në për dokumente, në për fotografi, ushtëria sultanve, shqiptar ka qenë me plisa. Në Qara Kalev, ushtëria shqiptar ka luftu me plisa. Tani, pasi e borën pushtetin Gjon Turqit, Kemalisat, erdun kalifatin, ata i hynëm, të gjithë muslimanët e Perandris Osman me i qu turq. Pse, jemi kohë të fort, jemi kohë të fuqishëm, e kena pa të botë, ne jemi turq. Pra të gjithë muslimanët i qunin turq. Edhe shqiptarët i qunin turq. Të njëjtën gjë bën e serbët, të njëjtën gjë bën edhe grekët. Por nyshe, sot e bojnë edhe ateistat. Por, këtë qashtë është. Shamë shumë konkret pjapin. Prej familjes time, dyshim ka qenë 3 vllazën, vllai i madh me 3 vajza, me 3 djem të martuar, ik prej terrorit serb në vitin 1955, shkon vendos në Turqi. Tash një do imi sa i qala, që këtu e ka pa shtëpinë, këtu i ka djemt të Gardeni, edhe ai gjithmonë e ka bajt plisin. E tani, lidhet familjare edhe shkon në Stamboll. Tu e kalu urën e Gallatës, ai me pjesën, i dalë 2 policë. E kapin e shajnë me fqamit më të dyta, ja kapin plisin nga koka, ja gjujnë ndeti. Marta da 500 vjetët, me sultanin plisin bo, kërje kina bajës ta kapen u kush. Këtu është Turki. Pra, nacista turq. Ndikun që na për 500 vjetë nuk e humë gjuhën Shqipe, nuk e humë tradita tona, nuk e humë, thot edhe atë fishte ka dëllë të sene. Edhe, po më detyrojnë me cituem. Edhe mreti këtë hizmet, dhe dikun ne ka përqy. S'na kalon këtë më thy. Na i kalon armët besnike. Na i kalon armët tona, për me mbrojt obaljet tona, për me mbrojt feje zakona, për me mbrojt besën e të pare, me rrujt erzet e shqiptarëve. Patashe, nacista turq, edhe sot, janë sikur sërbët, sikur grekët, që program kam pas me nashdu. Nacista turq kam pas program me nabo turq. Nacista sërb, nacista grek kam program me nabo turq. Pra, saj përket asajna, që mështë nga të biseda, pyetja juën, për komi Kosovar, kjo është kërkes e Beogradit, kjo është kërkes e Atinës, me bo shqiptarët në disa kombe. Masa në shqiptarët mësë me pas punë tjera, atër më kesh përdore dhe feja katolike, feja ortodoxe, feja muslimane, jo, dhe thjesht me kryu luft me shqiptarëve. Shqiptarët në haru rrezikun real, ku e kanë, për më ju këthyje, më mbroj për një tjetër. Pra, kjo teoria e kombit kosovar
është anti-shqiptare, është anti-kombëtare. Ne, në farë mënyrë, nështë ta mund si kom se më ngritë. Pse? Ende se kemi shtetin kombëtar. Kur ta kemi shtetin kombëtar, ne me plot kuptimin e fjalë kemi shtetin tonë kombëtar. Po tash që jemi këtë gjendje që jemi, ne me këto gjëra bombardh, ka vetëm në shërbim të armiqve të kombës shqiptar. A shifni në të ardhmen kur mund të ndodhë një shtet i përbashkët edhe si e shifni atë shtet, zoti Magjuni, a e shifni më shumë si monarki apo si republikë? Sa për këtë shtetit, shqiptar, për thëmë bazë fakte, bazë dokumente, si autoritet libre e tjera. Në Balkan janë deshë superfuqit, që nga 1054 dhe në ditën e sot, i përmenë në disa rase. Bota katolike protestant e ka dëshruar një shtet fuqishëm, i Jugoslav, i ortodoks, në këtë pjesë Balkanit. Për një Shqipëri, jo të madhe, po për një shtet shqiptar sa më të madh, kufit e vetë etnik, e ka dëshruar Bismarckun, e ka dëshruar Austro-Hungaria. Perandori Franz Josef, jo në dojmë në mësë të përmena, gjatë luftës dy botënore, se të ngëndon pakesh, po plotësisht e kam pas një gjatë tjilë, jetë në gjatë sot. Sot, për mu pengue depërtimi i stao ruso-panslavizve në mesdhe, në Adriatik e mesdhe, aty një duhet një shteti fuqishëm, sa maj fuqishëm në Balkan. Atë e shpërtë. Tani masane, një s'po na bot në një privilegj. Ne ashtu si u këthymë atë betejës Kosovët në teritorit tona, për sot ma bot një pyetje një magjoni Turqisë. Tha të farfi si jem, po thashtë ne jem fes Krasniqi. Po nga ku jem jo? Nga Krasniqi. Nga terori, masakra, genocidi që e bëndin, Car Dushani, Car Lazare, Kralj Milutini e tjerë, shqiptarët që janë të detyruar me ikë, më mshjef në për majet, maleve, në për kambi, çfarë fisi e ti? Gash. Lutem, gruaja e mojtë gash. Për atje të kem detyruar. Atje u detyruar për me ikë, me shpëtuar nga terori, së pasat. Me 10 ekra, e në kanë qujtë kozën arët, popull dhij. Më pse kem qenë detyruar me ikë me tyne. Mas betejës Kosovës, mas thymjes të shtetit Sërbë, ortodoks, bulgar, ortodoks, greko-bizantin, ortodoks, atë shqiptarëve ju kriju mundësia për më rikthyer në teritorit e veta. Pra, krijimi i shtetit shqiptar në kufit kombëtar është i pavitueshëm. Ai do të krijohet pa asnjë dyshim. Por tani sa për këtë sistemeve, tash me profetizuar ndoshta se unë i thon profet Atifishta ka qenë profet. Se Muhamedi s'ka qenë profet, as Jezu Krishti s'ka qenë profet, u thonë, po gabimisht të thonë, ata kanë qenë të ndërruar të Perëndisë. Në arabisht thonë Rasul. Ata kanë përcjell fjalën e Zotit në popull, kurse njerëz të ditur kanë profetizuar, kanë paraqë, kanë studiuar. Shef, unë tash nuk po profetizoj, por pa asnjë dyshim. Do të jetë në Ballkan një shtet shumë i madh, domthonë territorit e veta, shumë më i madh se që është këtu territorin, edhe do të jetë një shtet stabil se këtë shtetë të Evropës. Ta shtoj përket, sistemit nuk mund me profetizua, por unë kam bindje edhe e dëshoj një monarki. Unë e kam librin, na kemi nevojë për mbretjen. A kemi sinjale tashmë këtë darsmen e fundit princit na kanë respektu? A beson që unë shumë me simpati e kam pa. Bili, unë e kam shkruar librin, e më pa thonë këtë gjana këta, do të rasëm për darsëm. Dhe, po, pse nuk më thërë? Tha, përbesa, asë nga tha, s'mujtë me hyrë. Tha, se erdhe ta prinsat, erdhe mbretit e botës, edhe faktisht edhe na si kryetari partije, tha, nuk mujta me qëllu bashkë aty ku duhet. Kështu që, normalisht, për një mbretni absolute, i ka kalu koha, ajo s'mund me ndodhë, por një pik referimi, një personalitet, monarki një demokrat. mbret. Unë jam 32 vjetë në shtetet e Suedisë. Suedia është monarki. Po është monarki demokrate, është monarki parlamentare. Aty kam argumente, kam bisedu me ta. Komunistat nuk janë kundër mbretit në Suedi. Pse mbreti është simbol i unitet kombëtar. Është një pikë referuese, kurse për shembull mbretnesha Anglis. Danimarkës. Kur bondo zhurma në parlament së autonam, ndodha jo dhe të gishtin, mjaft, më së qënë madhe. Ende ka ndikimin, për shembull,
shtetë më të kulturuar në botë sot, shtetë më stabile në botë. Mund të themi që kemi monarki, kemi Suedin, kemi Danimarkën, kemi Holandë, kemi Belgjikën, kemi Spanjën, kemi Britaninë që është Japoninë. Kemi Japoninë, kemi vargshtetet. Edhe shtetet arabe, një vargshtetet që janë monarki, janë shumë më stabile. Për shembull, monarki është Arabia Saudite, po faktikisht është monarki edhe këto Emiratet, janë Emiratet e Bashkuara, Kuvajti, Libanoni. Në monarki është vetëm posa që të një shqiptarë. Edhe kemi një mbret shumë simpatik. Tash, ai gjyshin e ka pas musliman. Nonën e ka pas gjys musliman, e ka pas gjys gjermane, është hungarez me origjinë gjermane, gjyshen. Kurse apetaj babën e ka pas gjys, kështu gjys ashtu, kurse nona e tij edhe është një katolike e Australisë, po duket se irlandeze është. Kështu që ky mbret janë shumë simpatik. Ta kemi tamam një mbret i cili me vërtet tash autoritetin vetë një e bojë martet. Ta duhet me dash, me nderue, unë për shembull, falni tash, ndoshta s'është momenti. Unë për shembull, banjet e minja, banja e parë e ka preshëritin kryeministri Thaçi. Banja e dytë e ka preshëritin kryeministri banjen ky si pa tem. Jo e thot, Qeku. Agim Qeku e ka preshëritin banjën e parë. Banja e dytë e ka preshëritin Thaçi. Banja e tretë me 907 që është më e madhja, kam darë pak një simbolike, e kam thirrë mbretin princi Leka Zogun edhe Adem Debaçin. Edhe aty për herë parë ka shtrënguar një tjetër dorë, edhe kanë preshëritin, pra e ka bu hapje një objekti. Deri në atë kohë ka qenë më i madh, më them, deshëm në Kosovë. Kështu që kombit shqiptar i duhet një monarki demokratike, një monarki parlamentare, e cila pa asnjë dyshim ka me lutë rol shumë pozitiv në kombit shqiptar. Unë ju falenderoj zotin Ozella që ishit pjesë e këtij emisioni sot. Na kaq kishim për sot, faleminderit. Falenderes edhe për jush që më keni ftuar, edhe me vërtet kur më thënë ju kam kënaqësi se në farë mënyrë e kam një farë komunikimi se me një motër time ashtu se edhe me to bëjmë këtë debate, tash para besoj që para masës edhe kërkojmë falje nëse diçka s'ka mujt me na kuptuar drejt. I përshëndesim përzemërsisht edhe unë kam nderin e kam kënaqësinë me ju të jem debat. Miqtë e mi, kjo ishte katrori për ditën e sotme, pra me mu ka qenë miku i televizionit ton, Sabrina Gjuni në Ose.